Si kalon? Si kalon, mirë. Si ke qenë? Mirë. Jo mirë. Dyqanin e pas ke miksu, edhe gjëra utilitare, dhe vjetra, edhe punoke vetë. Po. Punon vetën tezja? Po, i punoj vetë. Po qa bën? Bulesa, qarqaf, peceta. Edhe qarqaf, Si mas kërkesave të klientit. Po klientët janë kryesisht biznese apo dhe për shtëpia i duan? Të gjitha lloje. I ke këto motivet popullore? Këto janë tradicionalet prezës. Tradicionalet prezës. Ku dallon tradicionale e prezës? Sepse këto janë përparse për nonat e vjetra. Nonat e vjetra këto në prezë i kanë vu gjithmonë përparset. Jeshil me dzeze kanë pas? Për plaket e vjetra fare. Për plaket e vjetra. Edhe ne këtu gratë pa burra i vejnë ngjyrat e errëta. Po tjerat? Kurse për të rejat janë përparse të tjera që janë të kuqe. Do më thënë, kur je re edhe kur ke burrin, e manë përparsen... Vendosin këto. Vendos këtë përparsen e kuqe. Kjo është pa ripa. Po. Kësajt i prehet, i vihen ripat, edhe vendosit përpara. Këtë e mban një grua e re, do më thënë. Kurse gratë që janë më në mosh, edhe që janë pa burra, vendosin ngjyrat e errëta. Tu i pas këtë gjitha mbulesa, dhe? Këtu janë të gjitha mbulesa, të kuqe, të bardha, me nuanca. Sot bukra i paske, i përdorin lokalet këto të bërat me dorë? Po, kam bë shumë me porosi. Po kjo duhet jetë dhe shumë e lodhshme si punë. Sa duhet me bë një mbulesi kjo? E lodhshme. Është si mas kohës që të rinë, kjo është në fakt është e vjetër. Është me vite shumë. A, ka shumë e vjetër? Kjo është shumë e vjetër. Kjo është më kalon vjera ime. Vjera ime e ka pas nonës vetë. Po me bë një gjë tillë, sa kohë duhet? Ajo që e ul atje, sa? Duhet. Ajo është pjesë e vogël, është 1 metër. 1 metër mund bëhet për 2-3 orë. So ja fije holl, është fije holl. Llogaritë që është shumë fije holl. Po mirë, po pajisjen e paske antike komplet, ë? Kjo është shumë fije holl dhe ta bësh një copë, don kohë. Do kohë. Po mirë, kjo sa e vjetër është kjo? Kjo është shumë e vjetër. Këta janë veçë e nonës time. Vegja e nonës? E nonës time. Nona ime i ka pas të nonës vetë. Nona vetë do ta ketë pas rrezik edhe ajo të nonës. Unë tash me kaq sa di unë, jam brezi 3 që i përdor. Brezi 3 që i përdor njëjtën vegjë, është bë këtu, ë? Po, këtu është. Këto kanë qenë bë me artizanale. Po duket ajo, shive se kjo duket vetëm nga lëmimi këtu shumë që është shumë e vjetër. E ka lëmuar me dorë, po. Duke e mbajt. Sa e bukur që ka. Dhe kjo e njëjta gjë. Po, ka e njëjta gjë. Edhe kjo e familjes. Edhe kjo e vjetër. Po. Edhe kjo e vjetër. Jo, një nën këtu nga preza, ta mësolli ty, me qenë se ashtu. Po, ajo tha, sikur ja falun gocës time. Po turistët që vinë, çfarë blenë zakonisht? Të gjitha gjërat i pëlqejnë. Paraj se paske atje sipër, atje duhesh ka hip me paça kem qef. Aty paske gjërat më të bukura. Janë këto, shpatat e vegjëve. Këto janë vegjë tjera prap. Janë vegja ato gjitha. Po, këto janë të palosme, ato janë të ngritura. Po këtu tani çfarë ke? Këto janë gjërat vjetra. Gjërat vjetra. Materialet vjetra. Kjo është pistolet reale apo lodër? Do të thënë e vjetër? E vjetër është, por nuk duket vërtet, tjetë e vërtet. Ndërkohë këto i paske të ushtrisë, pjesë pushkësh. Ajo është pjesë që makin misri me mbjell misër. Ajo është për të mbjell misër? Po, edhe ajo është e vjetër. Këto fenerët elektrik, ku i paske tjetë? Me vajguri, fener vajguri. Vajgur së tash elektrik, fenerët e vajgurit. Po, të vjetra janë, kështu i kemi mbledh. Ma i men kur dilni ke stacionit trenit që bënin me këtë, man mena bëja, që të ndalon të treni. Tani, si t'ja shpjegoj unë për shembull një të riu sot, se qarë është kë? Si do ja thushti një të riu? Ne kësaj kemi thënë dollap kafe. Po, kjo këto 100 gram kafe, u fut 100 gram u fuste këtu, që ta dini, u mbyll të këshu, dhe shkon të ke zjarri, dhe u bët të këshu. Ka qenë pjesa asajta, diku këshu si puna kësaj. Kjo tani, derisa të piqej kafja, masi të piqej kafja, fillon të procesi ferrit, e gjithë kafja e pjekur, shtyej kjo këtu me një, hidhej, masil qik mullirin, dhe kjo është procesi që kafja duhet kapej në mulli. Nuk e di tani sa veta e majnë mënd dollap e kafe. Edhe mulliri, edhe kjo është i vjetër. Kafja nga këtu, hidhej këtu brënda. Pasa pas të vetën këtu mërënda. Po ka të vetën atyre. Edhe shife, iku kë, procesi parë. Fillon të procesi dytë, që në shpi ishte kushtja rast e tjetrit. Po, gjithë me rast, se ishte shumë e lodhshme, edhe kjo shkonte bënte kafe. Ti shofim e li, këtu ti shofim dhe i qikë më vonë. Po këto vorba, qeramikën të këto janë tava... Dheu. Po, tava balte, tava dheu. Po kjo edhe kjo tava balte? Po, edhe ajo është tava balte. Se do mos përges në Tiranës e qajnë. I kemi miksuar sepse i kërkojnë gjitha lojë. Po këto, apo të janë të ushtrisë? Helmeta ushtria. I mbani apo sa për turistët?
Për turistëve i fusim dhe vetë në punë për rregullimin këtu, ambientit tonë. Për të rregulluar ambientin. Gjëra tjera të vjetra, sa po shoh pjesë pushkësh, çfarë nuk paska. Shkoj njëra ndej? Ne themi sundyk. Po sundyk origjinal janë? Origjinal. Këta kanë qenë të nënës time, më thonë të drejtën. Ashtu, ë? Po, edhe i ruaj sepse janë gjonat. Këto janë gavetat e ushtrisë. Po, kam pasur ushqim. Këtu fusnin groshën. Ushqimin. Edhe kur ikje, duhet marri dhe lugën aluminit në xhep. Edhe këtu ushqeshe, kjo ishte paguria që do pije ujë. Po e kohës së ushtrisë, pagure plastike këto se kanë qenë dhe metalike. Jo, një ke metalike. Ja, ku është metalike. Po, kjo është metalike, aluminin, do më thënë. Po këto, i paske kanarët e vjetër. Pa janë Terezi. Kjo quhet Terezi. Terezi, pse Terezi? Kjo me pjatë kështu quhet Terezi. Kurse kandari është këtu. A i kandari madh pra, ky ishte për gjonat vogla, timta. Përcet një moju. Po. Se nga bi guri ke komët. Kurse ky është kandari. Ky ka pas peshu, më duket, diku 5-6 kg, 1 kuintal. Ashtu, ha? Me shumicë, po. Edhe varsha aty edhe ky... Po, këtu me dru. Me dru, edhe këtej balansoj, edhe ishte sa... Edhe shkojte me peshojte thasët e mdhej. Shfar shpikje, shife. Po. Thasin e madh e varsha aty, kjo pasaj duke shku, sa shkon të kjo, e mërë shë peshen. Peshat larta, po, kur të rritë kjo drejt, kjo hekër të rritë kështu drejt, ishte peshat amam. Ishte peshat amam, edhe thoshte bëkaq. E keni djuat e fjallën, më bëj hile në kanar, më hanë kanar, se të hate pak kush kishte stil. A i që e ka pas në... Vedëm kujdese, se duhet kap me atë. Po. Ska përbi. Jo, nuk bima. Ishte kandari, kurse kjo është peshorja vogël. Kjo është, po pra, Terezi. Terezia, kjo ishte për gjëra më të vogël. Këtu të matëshin, zakonisht kur vishin të pazaririt, matëshin domatet. Me kilogram. Ishte më kështu. Nuk shkode me gjë ajtë madhe. Dhe në këshune që mos të hiki. Kurse të vjetër u kam këtu. është kjo tjetra këtu. Të vjetër kam këte këtu. Kanar, shumë i vjetër. Kjo ka qenë me 2 pjata kështu. Po është shumë e... Kjo ka qenë e gjyshit tim. Besoj vinin nga Venediku, se nuk e di nga ishë. Edhe makina qepse e paske singer. Po, edhe makina qepse është e vjetër. Edhe makina qepse është e vjetër, edhe helmetat prapi paske... Të vjetra janë edhe ata. Të vjetra janë dhe helmetat? Ushtarake, për të shri shqiptare që kanë gjitha. Të vjetra. Tash mos kene i Gjermane. Ja. S'kene i Gjermane. Sofra sipër. Sofra është e vjetër. Aty me atë sofra kam pas hongër 20 vet. 20 vet e sofra? 20 vet, do ullëshen gjithë, me futëshen vetëm nga një gjumë. Me hongër gjithë. 20 vet që të hashin aty. Ka edhe vendin e tasit mes. Po, e dhja e, po. Që një tas hajshin gjithë më të tasin. Po, pa tjetër se jo me ndorë. Kursa e tjetëri, është qikrik që përdor për këtu ke vegjit. Qikriku i vegjit. Po, qikrik, edhe aji është i vjetër. Po, të ka ti dytë si hipim ne? Ka shkallë, është lokali si për. Po, s'ka rëndësi se Jo, nuk ka problem, jo. Këtu janë hekurat vjetër paske. Zdrukti. Zdrukti vjetër. Ku e paske i gjithë të zdrukti? Zdrukti vjetër. Ky ishte zdrukti, duhet ta mbaje kështu. Me forcë. Me forcë që ky këtu të mund të lëmonte sipërfaqet e drurit. Që ka qenë, ja? Sa edhe hekër... Hekërt me prush. Po, me zjarë. Hekëri me zjarë, ky ishte hekër që e mbushje me prush. Me prush, edhe ngrofte. Ngrofte, edhe të hekurose robat. Edhe këto kanë qenë deri vonë, derisa doli energjia elektrike.